Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar gatime për fillestarë. Sot do të përgatisim së bashku një pjatë shumë të shijshme dhe të famshme, chili con carne. Një recetë plot shije me mish, fasule dhe erëza që japin një aromë fantastike. Pra, përgatitni përbërësit dhe hajde fillojmë së bashku për përgatitjen e chili con carne. Fillimisht po përgatisim orizin. Po është pak supë ule për më shumë shije. Dhe orizin po e zi në tenxhere aziatike, por mund ta përgatisnim pa problem edhe në një tenxhere normale. Si gjithmonë përderisa në anën tjetër orizi zihet, ne fillojmë me përgatitjen. Kemi 2 spesa të kuq, ky njëri është pak më i vogël dhe është djegës, një spesë të gjelbër, një qep të bardhë, një qep të kuqe, 3 domate, 3 thelbin hudër dhe një dozë fasule në ngjyrë kafe. Tani kemi pastruar të gjitha perimet, kemi hequr farat, lëvorët, ku ka qenë nevojshme dhe po i presim në copa të vogla për të filluar me përgatitjen. Tani në tenxhere kemi shtuar 2 lugë dhe vaj ulliri dhe po filloj të skuq qepët, ku do të lë për rreth 2 minuta derisa të zbuten mirë. Ndërkohë po shtyrim dhe hudrën. Ndërkohë kalojmë në tenxhere specin e kuq dhe të gjelbërt. Dhe në fund t'i bashkojmë përbërësit së bashku duke i përzier. Gjithashtu i hedhim edhe specin e kuq djegës. Tani kalojmë domatet në tenxhere ku do t'i lëmë rreth 5 minuta që të zbuten mirë. Tani pas 5 minutash po shtoj dhe mishin në tenxhere. Unë kam përdorur mish viçi për supë, i cili ka nevojë për zirje rreth 60 minuta që të zbutet plotësisht mirë, por nëse përdorni mish të bluar, atëherë koha e përgatitjes është shumë e shkurtër, mjafton rreth 10 minuta. Nuk harrojmë që ta përzijem kohë pas kohe. Pas disa minutash po i shtoj dhe fasulen me ujë ashtu siç është. Gjithashtu do t'i hedh dhe piper të kuq djegës për t'i dhënë më shumë shije pikante. Tani ulim temperaturën dhe e lëm që të zihet ngadalë për rreth 60 minuta duke përzier her pas here. Nuk kemi nevojë të shtojmë ujë sepse siç e pat kemi përdorur edhe lëngun e konzervës së fasules. Ndërkohë orizi është zier shumë mirë, ka dalë kokër dhe tani do t'ju tregoj si që kam servirur pjatën finale të chili con carne. Dhe ja ku e kemi pjatën tonë të gatshme, chili con carne është gati për të shijuar. Ju falenderoj shumë që më ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqejnë recetat e mia, mos harroni të bëni një pëlqim dhe të abonoheni në kanal për më shumë receta të shijshme nga unë. Ju bëftë mirë dhe shihemi në videon tjetër si gjithmonë.